Prej disa ditësh në oborrin e shkollës nëntëvjeçare Azem Hajdari në Shkodër ka nisur punimet për rikonstruksionin e plotë të tij. Ky investim realizohet nga Bashkia Shkodër si pjesë e projektit për sistemimin dhe përmirësimin e infrastrukturës në oborret e shkollave që prej vitesh kishin probleme të trashëguara, veçanërisht për shkak të mungesës së sistemit të kanalizimeve. Ndërhyra në këtë institucion arsimor realizohet nga ndërmarrja e objekteve arsimore dhe synon të krijojë kushte më të mira për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Sipas drejtoreshës së shkollës, rikonstruksioni i oborrit ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e artikuluar prej kohësh, jo vetëm nga stafi mësimor, por edhe nga komuniteti i prindërve, drejtuar bashkisë dhe Këshillit Bashkiak të Shkodrës. Shkolla Azem Hajdari është një ndër disa institucione arsimore që po përfitojnë nga kjo paketë investimesh të Bashkisë Shkodër, të parashikuara në buxhetin e këtij viti, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe krijimin e një mjedisi më të sigurt dhe të përshtatshëm për nxënësit e qytetit. Këto punime do të ndikojnë shumë, pasi një pjesë të konsiderueshme të ditës nxënësit tonë kalojnë në obor. Dhe në periudha pas shiut, sigurisht qëndrimi në obor gjatë pushimit të madh apo gjatë orës së edukimit fizik ka qenë i pamundur. Kërkesat tona kanë qenë të vazhdueshme si nga drejtoria dhe stafi i shkollës, po ashtu edhe nga komuniteti dhe nga bordi i prindërve. Kërkesat janë drejtuar si bashkisë ashtu edhe Këshillit Bashkiak në përmbledhjet e vazhdueshme që ato kanë realizuar me popullin. Dhe më në fund kërkesat tona po bëhen realitet dhe po bëhet sistemimi i oborrit të shkollës.